Jem me drejtorin e bujqësisë komunës Trahovecit, Behar Taqin. Janë krushat madhe, korja e grurit, gruri qenë ka shumë i mirë, 5 hektarit diku janë tu, janë dajes, edhe po pagun mirë. Hektarit e mrin, mbi 5.000 kg, është mirë. E kemë dhe drejtorin e bujqësisë të komunës Trahovecit Behar Taqin, Selami Hotën, kryetarin e fshatit. Jem duke rregullu një prock atje për kanal të ujit për me që po ka shi. Kjo është vend bujqësor, Krusha. Qela, mirë, po shkojnë korje shire në Krushe? Si pas kombajnerit edhe fermerët e mirë, pas ka bereqet, ka patën do një tresher në e vërbesh shirë. Shumica kanë përfundu, po? Po, gati veç Krusha, si mas kombajnerit është në fund. Nuk ka si përfaqet majet, e ne ma te përperim kultura. Ka si me venet e tjera, po gjithësësi... Dje isha e mësillus, patë shumë kolon duke pritë. Bereqeti mirë. Gjithë kanë qetë një hekë sa më shpet. Ankesa po kanë grurin e lirë. është buka matematit, buka matematit. Fatkeqësisht nuk e levërdis do të folë me fermerë, ma tepër është kostoja, pra të arsye duhet me rritë subvencionet, në tek dritrat. Pa bujqësi s'ka ekonomi, s'ka shtet. Ku me marë bujki do për krapër bollë që nuk blesh prej Serbijës. Ja bojkoton krejt atinve kriminelve. Bujku vendor, fermeri vendor duhet ngrojt. Nuk i pa Gjermonte, Izraelite, tjerë çfarë nacionalista janë për vend vetin. E kom edhe dërën se lajdina edhe drejtori bujqësisë Behar Taqi. Behar, qysh kanë shku korjeshire në komunë Trahovecit i vjetë? Deri me tani, korjeshire kanë shkuar si pas planit para parë edhe dinamikës punës. Jemi në fazën e korjeve, do më thënë se në se cilën lokacion, në se cilën lagje edhe të qytetet edhe të shatrave, ka kombaja të cilat po punojnë. Deri me tani, në bazë vizitave që kemi bërë në për gjitha fshatra, korjeshire kanë treguar një rezultat mirë të rendimenti. Rendimenti ka qenë i mirë, domethënë. Rendimenti është shumë i mirë i kënaqshëm, bazë bujqëve që po tregojnë, po sillet maksimalisht deri në 9.000 kg për hektar. Mirë, po edhe sillet 6.000 deri në 9.000, mesatare me 7.000 kg për hektar. Shumë mirë. Ju urojmë të gjithë bujqëve që të kenë bereqet sa më të mirë dhe kjo fazë të përfundoj ashtu siç ka filluar me një kohë të mirë. Faleminderit drejtor. Ky vend quhet Dardha këtu. Dardhat, bollat, lugët, toponime tarave. Bereqet e batë, zoti i madh. Po këshim falë. Por siguru buka për para e drunt kanë qenë njerëzit më të lumtur në botë. Ju bëj një foto. Bereqet. Ajo desi non mo qëta është një e marrë dhe e hoj bio kështu. Të knaq këtë. Bot se bas.
Pa patate të mira. 2026. Në këtë rrugë babgjyshi para Maslani shkoj kënë gjami. Kësh ka qenë me gure, me... Kjo ka qenë shumë keqë të. E ta shumë kjo. Lidh me shpija të pasmon se vëllajt, martijajt më sasmonit. Nga Krusha jenë këtu të rejka reje që në ndalë fshatin Krusha i Madhe dhe Celin. Kjo rejk gjithmonë ka sjellë probleme, ka pas edhe vërshime të mëdha në 2018, sot që marrë me drejtorin e bujqësisë Behar Faqin dhe Selami Hotin kryetarën e fshatit. Fillimisht me ta drejtojnë këtë punëtorin që ka me vo, pastaj do me shku me drejtorin mirë po edhe procedurën e korrje shireve që jonë duke u zhvillu. Përshëndetje dyve! Përshëndetje. Qelo, Po, urime, do më thonë do një me hop, a? faleminderit. Po, kjo është pjesa e pastrimit emergjent edhe sot fillohet pas kërkesës që ja bëm drejtorit e kryetarit e gjithëve në nivel komune. Nga sot fillohet në presën që do të bëhet mirë, sidomos tani në periudhën e tereshërave verore ku shirat vinë me rëndim dhe vazhdojnë mos jemi të lashe. Është një prockë cila vije që nga Rahovecja atje sipër e në përgjithta fshatet edhe ka nevojë që të ndërtohet. Gjithmonë ka sjellë probleme. Gjithmonë kjo është pika më nevralgjike e fshatit që ka bërë dome me miliona. Shoqëroj që edhe kjo kompania që ka këtu të jetë më ndërgjegjshme dhe ta bëjë punën mirë për faktin se nuk është puna vetëm me bo biznes, por është puna me ndihmu të tjerët, me ndihmu ekonomitë familjare, fermerët. Ani se në do i rrim gati. Nari.